Po. Qindra mijëra njerëz e ndjekin çdo ditë, por jo të gjithë njohin historinë që fshihet pas emrit të Doresës. Nga kurora e misit tek pasarelat e bukurisë, te uniforma e infermierës, sprovat e rënda familjare dhe suksesi i jashtëzakonshëm në rrjetet sociale. Jeta e saj duket si një histori e shkruar për ekran. Sot, Doresa është sipërmarrëse, një nga influencueset shqiptare më të ndjekura në Gjermani dhe nën e 4 djemve. Por pas imazhit plot shkëlqim që publiku sheh në internet, qëndron një grua që ka kaluar dashuri, frikë, paragjykime dhe beteja që shpesh herë ka mbajtur larg kamerave. Në një nga vizitat e saj të rralla në Kosovë, ai rrëfehet ekskluzivisht në intervistën e parë për mediat shqiptare. Nga kujtimet të Femerizën Gjakov, tek historia e dashurisë me Beratin, diagnoza që tronditi familjen dhe planet që mund ta rikthejë një ditë përfundimisht në vendlidhje. Pak me stres, po shumë mirë edhe shumë të lumtur edhe gjithë këtë vinë Gjakov, gjithë më pëlqen apet më arqet ose era, njerëz, familja edhe krejt gjithë më merr malli edhe mu së vjen shpesh më në Kosovë, por që ato tani shumë qytetet të qysh e vlerësoj se jam edhe qëto. Kujtimet janë gjithë se kena nuk moda, kom hungur gjithë moda të nuk, ose kena shku të pulat, të shotat, kena lutë krejt me qikat e dojës, qikat e arqt, tezet, e hallas, kena lutë gjithë bashk, aten gjithë kena kalu shumë mirë, edhe qëtu kujtimet kur s'ka mon hek, qështë jem gjithë ka pas në lop, edhe që ajo lop shumë u kundi qysh, kujtimi shumë e malë për neve fëmive, se na gjithë kena dasht. Kur s'kom e arru se gjyshë më kalon me mirë lopen, edhe kom një mu pak me mirë lopen, ja. Këtë herë në Kosovë erdhi pa bashkëshortin e saj, e kur Berati shfaqet më pak në rrjetet sociale, spekulimet për raportin e tyre nisin me një herë. Por mungesa e tij ka një arsye krejt tjetër. Çifti ka nisur ndërtimin e shtëpisë së re në Gjermani, ndërsa Berati po kujdeset që gjithçka të jetë sipas planit. Unë jam kon shtatzan, edhe pi shtatzanis, se kom pas 6 muaj shtatzani, më kanë trash krejt gishtat edhe as në onas në kom kara ma që sho duft më mëra. Edhe o kon edhe në onas e kom prej edhe në maqinë e kom prej, në ma që ta kom postu, apo ka gjithmonë njerës që kanë qef me po sent keq ka, edhe problemi është në social media është se njerës vetëm do sekunda e shojnë një tem, edhe nuk tani normal është që kjo jetë të une si influencer, si blogerë, se njerës tani folin, atë në qëto është për mu normal, edhe kishti mu katrosh, e tani kom heko nazen, e tani thoshin, hej, pse se ka vish mojë nazen, shka ka ndoll, ama sen së ndoll, vetëm kishtat mu katrosh. Ai nuk është vetëm partneri i saj në jetë, por edhe krau i djathtë në shumë prej projekteve që publiku sheh në rrjetet sociale. Burri jem, gjithmonë punon natën, qohet me mu mëngjes, më ndihmon edhe mu shumë atin, ka herë ka vë mëngjesi se s'ka mundësi më ndihmu se është në për punë, ama burri jem është më ndihmon me la fëmijët, më ndihmon me çu fëmijët në gjumë, krejt më ndihmon me punë të shtëpisë, me menexhon fëmijët, na për shkolla, na për shqirdhe, me punë teme, me krejt, ato burri jem, por ne nuk e sheni shumë shpesh, po shumë më ndihmon. Eve ka herë i qesi burrin tem, po duna nasha që tash ma shpesh me qita pet. Por shumë përpara famës, kamerave dhe miliona ndjekësve, ishte historia e 2 të rinjve që përpiqeshin ta ndërtonin jetën së bashku. Une jom shku në koncert, edhe tani e kom pa tash Beratin aty, burrin tem e kom pa aty,
edhe ai më ka qyrë mu, unë i kom qyrë këta, po nasin s'kena full bashkë, dhe dhoni më kon gjithë në fartypi, unë s'kom pas absolut qef mu më full një burë. Unë kom pas qef me lëftu që ai burë për mu, dhe në të më njëfton mu. Edhe kom dosh ai vetë me informu për mu, vetë me qyrë që kam unë e erme, dyqysh vetë më gjetë mu dyqysh. Tani, burë jem më ka qyrë mu, unë kom qyrë edhe unë se kom format heq, ai të më qyrë ke mu, unë të mërë pije, ai para me, unë e keshka, edhe vetëm këm kesh apet jëm ik për këti, kjo apetëm njeke të më qyrë, adhe në ku jo shka jem ka baj, e tani shkova në shpe vetë me veti, e thash, pse s'm foli marë që ai, po ma mirë, hajtë se s'm foli aten. Tani ku pash në Facebook, 5 e gjysh, kush ma banë mu 5 e gjysh gacmin aten, ku pash foton, thash, që ke djali, sot kum ka pa në koncert, mu o kon aten, thash vetë me vete, që shumë ka gjithë, ai mu se ai ermen tem se kum thonë ati, as kum fol as një fjallë me të burin tem, e tani, po, tani shok e veti, tani kum shok që shumë ke gjithë, tha unë e ti të kum gjithë, unë e di kush jeti, thash kush jam unë, tha shok e jemë ka kalzu të je kon të Miss Universe Germany, edhe të je modele, edhe shok e jemë ka thonë as me se përva të Doresa, se Doresa ty kurs ku me ta këthy më sashen. Kjo tha, ok, nuk për përvaj në Instagram me shkuj, tani për përvaj me shkuj në Facebook, adin, po, tani më ka shku në Facebook, e tani ku pash unë në ati, e pash Gjakova, unë e Gjakoves, unë e gjithë këm pas qef, burën tem e pasë Gjakoves, se mama e baba gjithë më ka thonë, Dres, ku ta do në burët me ta ngu qefin, ta në merë gjithë Gjakoves, se baba je më shumë i qetë, dhe gjithë këm thonë du me pas në burë si babin tem, adi më kun i qetë, dhe Gjakoves këm pas qef, rrefin tonë këm pas shumë qef, tradicionat tona me majt e krejt, po, ta në pas Gjakova, edhe berat sada, tani thash, ko ka i bukur, ko ka mirë, aden, hajt po shkrujmë, tani kena shkru vetëm, do javë kena shkru, tani e në taku para herë, atër berati më ka njofë, më ka pa mu me syza, se kom pa syza, se më kon para me bo sytë operacion, se normali kom bo sytë operacion, kom pas shumë syza trasha, edhe ku e kom pas date me beratin parën se një njëftu, më ka pa me syza trasha, si më kun heqin drejqne, shumë keq, ama musë më ka interesu dyqysh. Aden unë që qete komor, se komor dyqysh se hajtë komor artu më qëtë bura. Aden vetëm se me njëftu njerë, me që kush ash, aden që ish fole, krejt këm dosh me dit. Po tani kom pa parën herë, tani kom njëftu, tani kom dit fjell dyqysh se brate kom o kun burë jem, se kom njëftu ma ka majt dirën qërë, o shumë e nalqëm këtë folë, respektushëm, edhe unë gjithë kom pas qef një burë, më kun respektushëm që respektuan shumë grujnë e vetë, e vlerëzon grujnë e vetë, e që shtot të kom brate, dhe sot halar që shtot. E tani ma ka, tani ma stojove, unë e kom ka du në majtë printe me fjell, tani a i ka du printe vetë, tani shumë shpet kena fëju, kena martu, po. Në fillim, lidhja nuk e kishte miratimin e babait të Doresës. Baba jem absolutisht më ka dosh më dhonë, se babi jem dyqysh shumë kun, shumë qika babes. Edhe babi jem ka dosh hala më jep. Ka thonë e reja, din hala, kom pas 22 vjetë, a 23, 22, pa, më hi për 23, e babi jem s'ka dosh hala më dhonë, se motra madhe martu, motra dytu kish më martu, e tash edhe unë e shumë shpejt atin, po jem s'ka dosh absolutisht. Ka dosh më të nojë dhe pak. Po ka dosh më nojë për veti, rëme neve që ka jeme, atin ki balë ku më martu, nazën filli shten, atin monzo. Po ku i thash bab e Gjakoves ash, edhe nonën, edhe babin ku i të regova, tani babë jemi ka njëftu nonën e ti, tani më ka shumë mirë se janë edhe në mahal, edhe gjyshe jem, edhe gjysha jeme, ka njëtu pak ma poshtë, edhe brati vetëm 100 metra, e ka pas shpijen për gjyshes e gjyshen e bratit, pak ma nelt. Pra me ndani, brati gjithë kur anë përshim edhe unë jem anë përshim në kursin në taku, anasha i në pa, apo u konë shkube, po, e tani ku kom të regu babit e mamet, qëtë e Gjakoves, djali shumë i mirë, respektushëm, a keni qef, atin e ju njerë me taku, po, tani babit jem ka thonë pa problem, dhe mami kanë akceptu,
Po, tani o marrëveshje me familjar, tani shpejt jena fiju. Për çfarë po? Për 4 muaj jena fiju 4 muaj familjarisht jena, apo familjarisht mas 4 muajve. Sa po lidhje? 4 muaj. Unë e fjell babes teme kum kallzu, fjell tani, kom thonë se problemi jem o konë, unë gjithmonë kom thonë, këta njëftoj një burë, tani du të më konë për gjithmonë. Unë këta kom burin tem, tani du të më konë për jetë, këta, për që ato në shpetin kom kallzu prënd vetë me, e kom thonë ati hej, unë ty vetëm të marë, kur shkon të babi jem, më mamoj dorën, më mamoj dorën, genau. Po, tani që ashtu ka vendosë, brati ka thonë, lirësht në fjell, brati si ka prit, edhe brati shumë jo këm pëlqy, po tani mami e babi kanë njëftu printe burrit tem, tani jena fiju, mas 5 muajve, mas 1 vjet e gjys jena martu, e tani mas 1 vjet e gjys jena martu, e tani jo me qëtëzar me fëmijën e parë. Teksa ndërtonte familjen, Doresa mbante paralelisht disa përgjegjësi. Krahas modelizmit dhe punës me brende të ndryshme, ajo vazhdonte profesionin e saj si infermiere. Po, top 10 që jom hi për femnat më të bukura në Gjermani, edhe tani jom hi në top 10 që, e kom bu tani venin e dytë, të Miss Universe Germany, edhe tani ku jom orë ka shtëpia, jom orë në punë, jom orë gazetarët, jom orë të unë normal profesioni jem është motor medicinale, edhe jom orë tani të unë në punë, në spital, edhe kanë bërë intervju, më kanë intervju, pse ti hala që të në spital je të punu, ti normal që të se ki venin, ti normal e duf me shku me ato modele tjerat në Paris, pse këneti që to, po tani që shot jem rritë, se kom thonë hej, po du që të punë, që profesor me kry, me nej që to, edhe me punu si motor medicinale, se di qysh ma shumë e kom një që to veten ma mirë, aten, me një mund njerësve me punu në që të punë. Tani, ku jem zgjidh Miss Universe Germany, krejt gazetarët, kanë shku për mu, e vim orë në Kosovë, jem orë në Shqipni, për mdoket, kanë shku për mu, tani ku jem shku jashtë, krejt, hej Doresa, jeti, edhe mu ka orë shumë mirë se të qysh e kom një veten shumë mirë, ve kom vlerësu veten edhe ma shumë të qysh, se njerës më kanë folë mu, më karë vetja shumë mirë se më kanë folë njerës, edhe rësha, e folësha, e vesëm najshëm 10 minuta, 15 minuta, rësha, nuk desha kur komunal me muhabete. Por në prag të lindjes së djalit të dytë, pikërisht kur familja duhet përjetonte një nga periudhat më të bukura, gjithçka mori një kthes të frikshme. Një diagnozë e papritur për Beratin e zëvendësoi gëzimin me ankth dhe pasiguri. Doresa priste të bëhej sërish nën, ndërsa në të njëjtën kohë përballej me frikën për shëndetin e bashortit. Djalin e parë, unë e kom e bu gjithmonë një qikë, se unë jam femën, unë qyrë veten, edhe gjithmonë kom unë e kom e ku nuna e qikave, se motra e me madhe ka vetë 3 qika, edhe unë e kom e bu 3 qika, se kur s'mu ka unë mene, se kom e bu njerë nune 4 djemve. Tani, ku jëm konë shtatzar me fëmijën e parë, o kun djaleve, krejt jë ngëzu, e familja burrit, edhe familja jem, shumë jë ngëzu, se o kun tani djali parë, ham ona familjes tem dhe ham ona e burrit tem, o kun djali parë, edhe fëmija parë të familja burrit tem, o kun edhe djali jem, Leonike, a i të shiko 7 vjetë, edhe piqa se kohë e komunu, hajt, fëmija dytë tani bojt në 7 qik, edhe kun shumë spontanisht se burri jem si a keni morë vesh e ka pas në tumorin kry, atërëm 2019, edhe unë jem kun shumë shtatzon, atën, jem kunin 10 mu shtatzon, gati 3 javë parë me linë të kun që kjo rast, edhe ka pas tumorin në kry, edhe unë e kun flejt natë me burrin tem, e tani në gjumë në akone, tani vetëm ka morë aje epilepsi ka pas burri jem.
e qatë natë, e ka shku ma pigoje e krejt edhe unë jam konë 7 zonë në 10 muj, o, qajër, po, qajër kokën shumë e vështirë për mu, se ku kom bo fëmijën e parë, s'kom dita ku më kom burë jem aty, a mundet me pështu operacionin, as mundet. E tani për mu kon shumë vështirë, se aje s'ka mujt më qunë atë, ka haru senet, s'ka ditë shka ka bon para një ore, e kon shumë situata për mu vështirë atëherë. E tani kom dosht mi e plëcu që të shirë me nejtë ofër këti gati, se më konë 7 zonë, në 10 muj, edhe kërë s'kom ditë, kërë ka vjen thëmija jem, ka mujtë më orë, qatë moment, ka mujtë më orë në që fëduf më fëtu 100 kilometra dhe në spital, se konë shumë lërgë, se konë një klinik vetëm për kry, se duf mja hek tumorin, edhe o të qëta masë operacionit, a ku me pështu, a s'ku me pështu, shqyrë epizodet se ka pështu, po për mu konë hajtë shumë situata fështirë, se ai doktori ka thonë mas operacionit e ka pas apet anfallin e epilepsis, edhe por jemi ka pas medikamentat shumë të forta, edhe e kanë burën tem që ato medikamentat gjithën gjumë, edhe unë vitin e parë më konë si me rrit edhe fëmijën diqysh pak vetë më konë, se s'ko mujtë me prit për burën tem sen. Edhe për burën tem më konë shumë vështirë se aje ka pas firmen, me familjar, edhe ka thonë doktori s'ko zoma me vizit me grakirit, u ndalu me grakirit, u ndalu me pënu, edhe shumë vështirë kënë që ajo ko për njëve. E tani, kënë thonë, me qef, kom qef tani mja niseve një fëmi, atin, me vazhdu familjen, e me jetu që tjetë që tash se kemi, e mes me mënu që tu seni shka ka ndollë, edhe vetë me vazhdu jetën. E tani i nga nisë për fëmijën e dytë, apo shumë spontanisht në majs kom pas plan direkt me 7 zonë, apo jo me tani shumë shpejt apet 7 zonë. E tani për fëmijën e dytë, ku me 7 zonë, tani apet u kon t'jallë. Burë jem në erë ka thonë motrat e mija, se motrat e mija gjithë kam pas qef, unë se kam ditë se unë kom qef në qikë, edhe njëherë ka bo hajgore me motrat e mija, në thoi këtë drejtë, s'ku shkon tash në shpim, thuj motrat e me familjes tone, se është qik, vetëm mera reakcionin atin, se motrat e mija brate që si motor edhe si vla, edhe tani që të hajgore ja kum bo, motra e me a thoi ki bratet, atë kom thonë se qi kom e bo brate, jo, t'jarë kom e bo, atin gjithë që shtot ju në shty, ku ka thonë ajo bratet, hej, qi kom e bo, atë kom thonë t'i brat, tani e thoi ki brate, kena bo hajgarë se t'jarë është. Edhe gjithë që shtot të shtyshen, jena shty që shtot ka pak, e tani ku kom pasën e 2 fëmi, me 1 vjet e 2 muj diferencë, konë tepër zorë për mu, apo tani bratin që atë kove forcu, po këm nejtë edhe ma shumë bratit tani u konë në shpe, edhe të qysh ja ka njës tani jena bove ma në gosht atin, të qysh jena bove ma shumë në shok e shoqe atin, ma shumë jena lidhë njëni tjetrin, edhe e ka pa punin teme, unë s'kom këzuf talon sociale rrethet atin, sociale s'kom këzuf talon me thonë, hej, se burë jem e ka prëmtu që ta, se burë jem s'ka punuma, unë s'kom murë më atin të qishë duf tani me fetu të narin e veparet. Në ditët kur mund të ishte rëzuar emocionalisht, ajo vendosit mos ndalej puna, u bë mënyra e saj për të qëndruar e fort dhe për të mbajtur familjen përpara.
E pikërisht në atë periudhë të rëndë, pa ndonjë plan dhe pa imagjinuar suksesin që do vinte, nisi edhe kapitulli i saj si influencuese. Unë vetë kom dosh me punu, edhe vetë me rrit që çka kom arrit, edhe tani s'kom kallzu sen, edhe vetë kom kesh në kamerë, tani e kom marrë kamerën pa herë që të ndorë, adhe me folë për në me, se s'kom folë shpesh me kamerë, ma shumë video, foto kom po, apo që të me folë shumë me kamerë, s'kom folë me gjithë qef shumë, se mu ka armorë e dyqysheve, se kom një vetin dyqysh mirë. Tani, kuja kom njës me folë me kamerë ma shumë, edhe kom folë shqip, edhe shumë e ka pëqy njerës se kom folë shqip, edhe se kom ditë shqipen shumë mirë me folë, se jom lind në Gjermani edhe pa herë me 7 vjetë jom arë në Kosovë edhe printe me shumë kanë punu edhe s'kena se kom mësu tani që jom rrit ma shumë me shkollë edhe me mësu sa edhe në Gjermanëve edhe tani ku jom arë tani Shqipen s'kom ditë hajtë shumë mirë tani ku kom folë pa herë me kamerë në kamerë tani njerëzve shumë e kom pëlqy une tani ja kom nisë ma shumë me kallëzu për jetës tem ma shumë ja kom nisë me kallëzu dhomën tem, ja kom nisë me kallëzu vjerën tem, mamën tem, motrën tem, edhe po tani të qysh ja kom nisë njerëzve hatë me pëlqy, e tani janë arë firmat, atë më kanë thonë drejsa, ki mundësi, atë me përnu me dotesha, na ti qëmë dotesha, ti vetëm bëna reklamen, ja kom nisë njerë papare me përnu që shtot. Tani papare ja kom nisë, tani ja ka nisë me 50, ja ka nisë me 50 euro, tani ja ka nisë me 100 euro, e qëtot jëmë arrit ma shumë. Dhe gjithë jëmë konë disiplin kom pas, edhe se kom pas burin hajtë shumë, se kom pas mirë, kom thonë hejtë Doresa, ti dush tash me punu, ti dush me arrit, ti dush me neti fort, edhe dush me kryu familjen tone, edhe me vazhdu, me sonal, atin gjithmonë që të kom motivu vetë veten, edhe kom morë gjithë gjithë veten, forcën e kom morë, së gjithmonë e kom folë vetë vetës Doresa, mere forcën, edhe apet mos u dërzo, apet gjithmonë që të kom folë vetë vetës, edhe tani e kom bu punën tem hobi, edhe më ka pëlqyer që se njerëz me komentit mira, me fjallë të mira, me mesazhat që me kanë shqu, tani mas 2 vjete e kom bu qëto publik me burën tem. Se ka ndodhë që kjo rast. Po, do kanë thonë, hej, kjo rene, sa është e vërtet se kjo mati kish postu që ta, se ka postu që tash, apo në atërën vetën se s'ko mujt me postu që ta, se duf me përnu, unë duf me fitu pare, atën, e s'ko mujt me thonë, hej, qëtë se problemi është të na influence, këtë ndodhë të na qka familjarisht, a ndodhë naj smuj, a ndodhë naj sena që shtot, tani, këtë janis apet punes, se kena, thënja pse pianis punës, pse pianis apet reklames, ti s'ko do me bo reklam, këtë ka ndodhë ty që kjo, ti dush me ne tash afër burrit ton, pse po bën video, pse po bën foto, e që ta me kalu une, se kom postu tani. Ajo që filloi spontanisht u kthye në një histori të jashtëzakonshme suksesi, miliona ndjekës, bashkëpunime të shumta dhe një publik që e shoqëron në pothuajse çdo moment. Por fama nuk solli vetëm dashurim. Me të erdhën edhe paragjykimet, zilia dhe urrejtja e njerëzve që shpesh gjykojnë një jetë të tërë nga vetëm disa sekonda në internet. Një prej episodeve më të rënda nisi pasi personat panjohur filmuan Doresën me djalin e saj në një hapësirë publike. Që shtot unë më në qytet, e burri jem, a bon që qonë me kallëcu. Ma ka blet që qonë për dhurat, që qonë, kom kone në qytet, edhe e kom pas djalin me veti. E djali e ka pas atëherë 6 vjet e ka pas. Alo 7 vjet, 6 vjet e ka pas. Edhe unë e të ecë me djalin tem, edhe nërmaj si njerës mu gjithë më njojnë atin, edhe e shumë i sy se më gjojnë, edhe ka herë i vjen marre, e ka herë s'folin, edhe ka njerës e të gjojnë, apo nuk më ndojnë. Edhe është mirë se nuk më ndojnë njerës, se duhet në qëtjet me pas njerës se nuk më ndojnë, se unë s'kom qefë më dosh krejt bota, se për shka më dosh më krejt bota. Edhe tani jem kone në qytet me djalin tem, me burrin tem, tani djali jem e ka pa do bombona. Edhe në Gjermani o kone farë si kiosk, si në farë shqiblimi vogël o kone, me do bombona, edhe me do gazeta, ku jem kone femna të cullak. Unë s'kom pas qef, me po djali jem që atu femna që aty, e thasha jo mami që s'kena me hi, të kon tjetër.
E djali jem thoj ke, jo mami, unë qëto po du edhe pik. E unë jam me fëmijët e mi shumë disciplume edhe kur të më thot fëmija që shka unë nuk e thom fill po. Aden, edhe sheqira me gjes kom qef me dhon. Po hajt e diskutova pak me djalin tem, edhe thosh atë djalit tem jo, na tash kena më shku që tash s'ka sheqira, se tash edhe me paj që atu postira, se në Gjermani janë pak atin, pak shtirë janë do që se kioska, ka në Gjermani e din, edhe tani kom thonë djalit tem, se kom ditë se ju më kanë njoft njerës, dhe thash djalit tem, jo, shuj tash, adin? Thash, shuj tash, më s'fol më. Qaj probleme o konë se ku më kam njoftu, më kanë njoft folovirat, kanë thonë fjell, kanë shku na për ona, kanë shku Teresa ka piskat djalit vet, edhe ka thonë shuj, adin? Edhe im shuj më sheligojen, e të na është probleme në Gjermani se unë që ta njerës absolutisht nuk e ngoj as nuk më interesojnë atin, po në Gjermani është probleme me ku ta nin që ta dukush shteti, adin jungë tam? Shteti, po. Ku ta nin që sëseni shteti e fëmive, adin të na është pak ma vështirë në Gjermani. E tani të mujnë fëmit për që sësene, adin, të thirën ata po, kjo nona që të ka bu djallit, adin tani vinë fill me të mujnë edhe ta mojnë fëmijë në Gjermani. E që ajo, unë e kom kërku njerës të lutëm, kom thonë të lutëm njerës me s'falin që sësene pa lidhje, se të na shumë shpejt ta mojnë fëmijën për që sësene, edhe nuk është mirë që sësene me fuë se nuk është e vërtet, se unë se kom peskat djalit tem, unë vetëm e kom diku, kom thonë shujtash, jo s'ka, po mbuna, adin, disiplini jem është, unë e duna me diku djalin tem, apo kupton, si nuna, si baba që duhet, këtë nuk e dikon djalin ton, a i ty për me kry, që ashtë të është ka i dëgujën e merë a i me veti, kur nuk e thom hej, nuk bon adin. Po, unë jam hajt që janon se thom, jo, nuk ka, edhe kena me hec. E djali jem tani, ja ka njësajt me kajt, ma, pse, unë e pëdu po, masa ne ka kalu adin, nuk o konë dyqysh në farë, në pyetje që kjo rast, adhe nuk konë normal se foli me fëmijët e me, dhe thom jo nuk bon, nuk konë një punë normale, po followerat kanë qef hajt më më qitin pozitë të keqe, edhe e shtojnë do fjallë pa lidhje, e nuk janë e vërteta, po që shotëm kanë qef hajt njerës më dëmtu mu. Si ka shku rast në deri në fund, e kanë demru mu policinë shtetit, apo ka përmbyll me kaq? Jo, o më mbyll qëqër, se shteti e din se unë e shumë e këqyrë fëmijët mirë dhe absolutisht e këqyrën edhe videot mija edhe qëqër pizotit dhe që tash s'kom pas punë. Por pas të gjitha sfidave, familja vazhdon të mbetet qendra e jetës së saj. E pas 4 vjetëve pyetja që bëhet shpesh është nëse ekziston ende dëshira për një fëmijë tjetër. Qëtë pyetje shumë po na bojnë edhe ambisoni çdo video se qesja, çdo fotografi, gjithmonë e kom qëtë pyetje, Teresa, a komoani qik, a keni dëshirë edhe në fëmijë, Teresa mi se le pa qik, gjithçysh me bu një qik. Për mu kërsoja vetëm u konë shnosh fëmija, edhe unë gjithmonë kom thonë, unë e du 5 fëmijë me bu, si mama jeme ka bu 5 fëmijë, që kjo dëshira gjithmonë u kom pas gjithmonë, po njëherë me 4 fëmijë, e kom zonë pike një herë, se shumë është, se unë ham influencer jam 100%, jam 24 orë influencer blogere, edhe punoj shumë, edhe me fëmijë mja dal, edhe me punë të shtëpis, me mojt familjen, edhe krejt, edhe burri shumë punon, edhe pak ta shumë vështirë kena. Se halo fëmijët e vogjël e kom, nasha ku të mbritem pak ma të mdhaj, nuk e di, a kom tani motivimin, apo ja, pelur një qil. Planet e Teresës megjithatë nuk përfundojnë të familja, bizneset apo rrjetet sociale. Në të ardhmen atë mund ta shohim edhe në ekranet televizive në Kosovë. Sa ma shpejt kom qef më bu moderatore, gjithmonë që ka dëshira jem diqysh, më kom moderatore, se e shoh vetin diqysh gjithë jam shumë e qetë, edhe adin diqysh sti, unë jam me familje tem, jam gjithë se kom qef me bo shëret, kom gjithë diqysh me kalu sa ma mirë, edhe motra jeme madhe, genta,
Aja mundet me thonë se jam dyqysh pak ma ekstra. Po, e tani kom shumë dëshirë nashta A moderat. shef vetëm Doresa në të ardhmen, në Kosovë më jetu, Po, e shoh vete me jetu në Kosovë. Unë pëlqen, ndonjë emision, projekt. po, kom qef nashta edhe emisionin tem me bo në Kosovë, ku me ditë. Nuk e tjetë kur kismetit nashta e bo emisionin tem, ose moderatoj në emision, ose më mbo në punë e madhe qëto në Kosovë, me gjithë qef isha arë dhe në Kosovë. Ja. Nëse në një emision në shka e kështë po vetë më shumë. Në emision, unë jam shumë familjare, ama jam edhe shumë, unë jam për krejt senet hapne, adin, për çdo sen, unë jam shumë, që na thjerë gjëmënisht, multitasking fake. Si që shfirë qip, E gjithanshme. qishme? E gjithanshme. Po, e gjithamshme, për gjitha jam unë e dyqysh i qetë edhe, stiq, për shkam shene ju unë ashta? Okay. Moderatore morem vesh dëshiren, po nëse të shoh ftesa ndaj programatëralli ty, se ndaj... A ishte ina Big Brother me Beratin? Big Brother me Beratin, ku thonë po isha hi, vetëm me Beratin ashta bashk, po vetëm ju ashta, vetëm ju. Me Beratin ashta... Apo unë e kam... Që thonë jo, bashkë me Beratin. S'kisha thonë jo, apo unë e kam ma shumë qef me moderatun Big Brother. Qaja ma mirë më shkon, qaja. Nga vajza që ruan kujtimet e fëmërisë në Gjakov tek gruaja që ndërtoi një familje, një karrierë dhe një komunitet prej miliona ndjekësish. Doresa ka kaluar në përkapituj jo gjithmonë të lehtë. Sot mes Gjermanisë dhe Kosovës, ajo vazhdon të mbajë hapur mundësinë e një rikthimi të madh në vendlindje, ndoshta si moderatore, sepse pavarësisht gjithçkaje që ka arritur deri tani, historia e Doresës duket se ende nuk ka mbërritur te kapitulli i saj më interesant.